bashorteve tona, që tani në Ramazan përkujdesen për neve, të e kryin një mision shumë të rëndësishëm dhe kanë një rol shumë kyç në organizimin e jetës fetare, dhe pse kur kush të llogarit këtë organizim të jetës fetare, po është organizimi i jetës fetare, se iftari, syfiri janë simbole fetare që janë pjesë përbërëse e agjerimit tonë, po nëse këto besimtare nuk përkujdesen për neve, a ne burat dhe bëjmë iftari syfir. Divez nuk di mi përgjit. Edhe mi përgjit di djegim, ose di bëjmë me shumë kryp, dhe bëjmë diçka dalasha. Kjo është ajo, se qatë bukuri iftarit syfirit, ja jep ajo sofër, cënën sofër në ndonjëre harem të kuptim se pas kësaj sofre të bukure të madhe që ndron një besimtare e bukur dhe e madhe dhe zemër bardhe. E cila fiton shumë sevape. Shumë sevape. Aja merë sevapet e gjithve që agjerojnë në sofrën e saj. Ajo, nëse janë 7 antarë të familjes e agjerus, asaj i konsiderohet sikur 7 ditë për një ditë mi agjeru. Pa. Herë 10, herë 700 fish. Herë 700, vetëm shtohen, kështu që miq dhe motra të nderuara. Shikoni. Lumë për ato besimtare që thrasin dhe mundon me shtru sofra iftare në shtëpiat e tyre. Edhe sot më kato është me shtru sofra iftare. Na i kemi mri sofrat e iftaret për çdo 2 ditë, 3 ditë, për çdo ditë mysafir ja kanë ardhur, ja kemi shku me kushte mizore, as kuzhina si kushi, as ujë të nxehtë, mos flasim me maqina për larjen e enjve dhe aspiratora, ku diçka. Tash kuzhina tona, elhamdulillah, se cila është restoran në vete. Pajisjet që i ka, dhe shumë lehtë dhe me shumë kollajllëk, sot mund të përgatitet një iftar në shtëpiat tona. Është e vërtetë se kërkon ajo mund, sakrificë, por është shumë ma lehtë. Se maqina e pjek bukën, maqina i lan end pa la, maqina e zin ushqimin, gjitha janë këto maqina që, aparate, që ja lehtësojnë edhe organizimin e iftareve, do thotë nanave tona, bashorteve tona, motrave tona, që ata mos ta privojnë vetveten nga ky shpërblim. Dhe të mos mendojnë se iftari në për restoran e ka të njëjtin shpërblim sikur iftari në për shtëpia. Ajo që e ban me dorën tënde dhe ja jep dikujt është shumë ma shumë e vlefshme dhe shumë ma shumë shpërblime ka të Allahu se sa atë që shkon e blenë dhe ja jep.